Përshëndetje të mirë të mi, ju uroj në netarua mbarësi, kudo që t'jeni, dhe vazhdojmë me një parashikim të përgjithshëm. Çfarë do të ndodhë midis jush? Çfarë do të ndodhë midis jush? Shikoj që disa persona sikur u ka ndaluar koha në lidhje me jetën personale. Do të thoshe që duhet të ecni përpara. Duhet të vazhdoni të ndryshoni pak energjinë tuaj me këtë pranverë. Në shumicën e rasteve janë ato dyshimet mbi veten tuaj, që thoni gjithmonë ai person është bërë pishman, ai person ndihet i tërhequr nga fjalët që ka thënë, ose ato fjalë që ka thënë, i ka thënë me vetëdije të plot, apo thjesht i ka thënë sepse ka pasur atë inat atë moment. Gjithsesi, ne do të bëjmë një parashikim ditën e sotme dhe do shohim si ndihet ai person këto momente dhe çfarë do të ndodhë midis jush të dy. Vazhdojmë, çfarë do ndodhë midis jush të dy. Shikoj që ai po të mendon vazhdimisht, po mendon dhe një vendosmëri, me sa shikoj këtu, një vendosmëri duke u rikthyer dhe duke dalë nga ajo bota që është. Shikoj që po mendon shumë seriozisht në lidhje me ty këtë moment. Ka emocione, ka pasion, shikoj që do bëj një zgjedhje të dur, me sa shikoj këtu, dhe shikoj që për disa persona kemi një rikthim nga ai, dhe këtu shikojmë që ai do të ndryshoj rreth gjërave që kanë jetë. Do ndryshoj disa gjëra dhe po e mendon shumë seriozisht këtë moment që gjërat e tija duhet i bëj në mënyrën e duhur, sepse ka gabuar, me sa shikoj, por në disa raste shikoj që kthen kurrizin sepse nuk i vjen mirë për çfarë ka bërë dhe kërkon të bëjë një zgjedhje të saktë në lidhje me mendimet që ka, me gjërat që mendon, por megjithse shikojmë që e kemi një rikthim këtu. Shikoj që këtë moment ti mendon gjithmonë që ai person nuk më vjen, ai person nuk më do, ai po të më donte do kishte ardhur, dhe unë këtu shikoj që po, ai e mendon. Këtë moment e shikoj që është i vetmuar, por me Hermitin shikoj që Hermiti do ta drejtoj drejt jush dhe ju jeni ndjesh për një kohë të gjatë të vetmuar. Hermiti po e shikoj që po e risjell në jetën tënde me 6 kupat, të shikoj shumë të lumtur, të shikoj shumë të gëzuar, edhe më vjen mirë që ky rikthim po vjen në jetën tënde, po vjen ashtu siç ti e ke dëshiruar, sepse shikoj që ke edhe 9 kupat, që është një lumturi e pafund nga ana tënde, dhe më pëlqen kjo gjë sepse ke pritur dhe e ke merituar këtë rikthim këtij personi. Por çfarë do të ndodhë midis jush këtu? Shikojmë që kemi një rikthim të atij personi, pavarësisht se në të shkuarën të ka kthyer kurrizin, e shikoj që ai është në drejtim të dur, është në rrugën e dur, thjesht ka disa pengesa nga jeta e tij personale që po i ndodhin, ose mund të jetë edhe largësia një mënyrë pengese për të. Të shohim tani, çdo sjellim. Ai mendon për një marrëdhënie afatgjatë, por shikoj që nga ana tjetër, shikoj sepse kemi dhe 3 monedat, kemi dhe Hierofantin, që më tregojnë diçka në lidhje me martesë, ose është diku, mund të jetë dhe i martuar, okay, mund të jetë, por ka mendime shumë negative në mendjen e tij dhe ka disa probleme që e shqetësojnë këtë momente në jetë. Me sa shikoj këtu, shikoj që në lidhje me punën e tij, me jetën e tij personale dhe gjërat që ka në përduar këtë moment, shikoj që do i rregulloj, po ndan, si themi në shqip, çapën nga sheqeri. Shikoj që po u jep drejtim gjërave në jetë dhe kërkon një mënyrë për të ardhur tek ty. Është një person i veshur, është një person që punon, ka biznesin e tij, ka punët e tij, shikoj që gjërat po marrin rrugën e dur, si nga ty dhe nga ai person. Dhe shikoj që do marrësh një lajm shumë të shpejt. Kemi faqen e shkopive, kemi dhe faqen e monedës, që shikoj që gjërat do të ndodhin shumë shpejt. Një lajm shumë i bukur, shikoj që do të keni një lulëzim në jetën tuaj, shikoj që kjo do të ndodhë me pak vonesë, për arsye sepse jetia ajo që e bllokon pak veten këtë moment këtu, dhe shikoj që gjërat do të marrin në moment që ti jesh e lirë nga energji, ti jesh
pozitive me veten tënde, aty do të marrin ndryshim gjërat në jetë. Shikoj që ti akoma mban 3 shpatat me të shkuarën, akoma mban 3 shpatat, por hëna e re që kemi ditën e nesërme do të ndryshoj shumë gjëra në jetën tuaj. Kemi njohje të reja, kemi dhe një rikthim që e shikojmë këtu, është një rikthim që po vjen, është një shenjë ujë, është një dhe shenjë toke, mund të jetë dashi, Briciapi, Virgjeresha ose Demi, mund të jetë dhe, sepse Demin e kemi shumë këtë moment, por kemi dhe Gaforin, Akrepin dhe Peshkun. Gjithsesi, unë shikoj këtu gjërat do të ndryshojnë në të ardhmen tuaj dhe do marrin një drejtim të ri. Largo dhimbjen, do të thosha, ose rregulloj gjërat me veten tënde, shërohu, sepse kjo hënë e re që po vjen do të sjell shumë gjëra të bukura. Pavarësisht se ti këtë moment mban ti ose ai, nuk e di, një nga ju të dy keni frikë se mos lëndojeni prapë dhe nuk të vënë në dyshim, sepse shikoj që ajo ndarje ty të ka vrarë shumë me atë person. Dhe me sa shikoj, ju të dy akoma nuk keni një pajtim si persona. Shikoj që kjo është një luftë midis jush dhe ti duhet të mendosh pozitivisht dhe të largosh gjithë peshën e madhe që ke dhe të gëzosh me 2 kupat. Shikoj që kjo javë që vjen është shumë e bukur për disa nga ju dhe shikoj që 2 kupat do sjellin lumturinë dhe rikthimin e atij personi. Ju uroj një javë të mbar dhe ju uroj kudo që të jeni fate të mira.